Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Jemi në takimin e përjavshëm në emisionin Çdo të thotë. Do të flasim sot për Xhamin Aksa. Çdo të thotë Xhamia Aksa, cila është historia e kësaj xhamie shekullore dhe cilat janë keqkuptimet që kanë lindur mbi këtë xhami që përpasoj pastaj kanë prodhuar edhe konflikte të ndryshme. Prandaj qartësimi dhe njohja e duhur na nevojitet më së tepërmi në këto ditë ku ka dhe tymnaj informacioni. Për të njohur me historikun e kësaj xhamie, me vlerën e kësaj xhamie, me rëndësinë e kësaj xhamie, do të flasim sot Hoxha e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çfarë do të thotë Hoxha Aksa? Ka një term të veçantë që lidhet me historinë e muslimanëve apo lidhet me vendin aty? Al-Aqsa nënkupton diçka që është në gjuhën, gjithmonë siç kemi bërë në tradit, nënkupton diçka që është e largët. Ndërsa në terminologjinë le të themi që përdoret fetarisht nënkupton xhamin Al-Aqsa. Xhamia e largët, pra është Mekka, si më thënë xhamia e parë ose shtëpia e parë e ndërtuar në tokë si një kult ku i atribuohet Zotit çdo gjë dhe adhurohet Zotit dhe njihet Zoti si Zoti i kësaj toke dhe i kësaj bote. Më pas 40 vite më pas është ndërtuar xhamia e Kudsit ose e Jeruzalemit ose El-Aqsas. Të parën e ka ndërtuar Ibrahimi me të birin e tij Ismailin alayhis salam dhe të dytën e ka ndërtuar me birin e tij të dytë. Pra dy bijt Ibrahimit alayhim salam kanë ndërtuar dy kulte për adhurimin e Zotit xhelel xhelal. Pra edhe kjo xhami na kthen tek Ibrahimi alayhis salam. Absolutisht po. Sepse Ibrahimi alayhis salam, domethënë mbasi i lindi djali i parë Ismaili, vendosi gruan e tij Haxherën bashkë me Ismailin vendosin Mekë dhe aty ngrihet faltoria e Qabes. Më vonë shpërngulet me gruan e parë të tij, Sarën, dhe me djalin e tij Ishakun, dhe atje pastaj ndërton edhe xhamin e dytë ose faltoren e dytë, le të themi kështu, duke qenë Kudsi ose njihet edhe me emrin Kuds. Kuds do të thotë diçka e shenjtë, pra vend i shenjtë. Ose Xhamia Al-Aqsa. Faktikisht Xhamia Al-Aqsa është përmendur në Kur'an, dhe është përmendur në hadithet e profetit, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Madje në Islam, Xhamia Al-Aqsa ose Kudsi ka edhe një, le të themi, një ngjarje interesante që është ngjarja ose mrekullia e Isras dhe Mirajit. Në Islam, profeti ka pas shumë mrekulli që i ka paraqitur si argument se ka të bëjë me Zotin dhe është i dërguar i Zotit. Po dy janë mrekullitë e tij më të fuqishme. Mrekullia e Kur'anit që mbetet dhe do të jetë profeti alayhis salam ka ndruar jetë, dhe mrekullia e Isras dhe Mirajit që ka të bëjë pikërisht me udhëtimin e profetit bekimet e Zotit qofshin mbi të nga Mekka në Jeruzalem, pra në Kuds, dhe nga Kudsi pastaj është ngjitur dhe ka pas takimin me Zotin e gjithësisë, ku edhe i obligohet falja e 5 vakteve të namazit. A ka ndonjë vlerë të veçantë tani në lidhje me Xhamin Aksa? Në lidhje me historikun, domethënë le të themi ky është historiku i parë. Pastaj më pas, domethënë ka evoluar koha, profetët, pejgamberët, njëri mbas tjetrit, derisa le të themi atje u dërgua profeti i Zotit Musa alayhis salam, dhe mbas Musait është dërguar Jezusi Isa alayhis salam. Kështu që ajo tokë e shenjtë, ai vendi i shenjtë është vendi i shenjtë i gjithë pejgamberëve të Zotit dhe normalisht funksionon automatikisht çdo profet që vjen shfuqizon profetin para rendës. Kështu që me ardhin e Isait alayhis salam, ai ishte le të themi administratori, menaxheri i situatës, dhe me ardhin e pejgamberit alayhis salam, ai duke qenë se jetoi në Mekë dhe në Medinë, ishte e pamundur që ta menaxhonte drejt për drejt, mirë po Zoti i dha mrekullinë e Isras dhe Mirajit, duke dhënë edhe një sinjal që edhe kjo xhami do të menaxhohet nga profeti alayhis salam, dhe me të vërtetë në kohën e halifit të dytë Omer ibn Khattabit, muslimanët domethënë vinë në Palestinë sotme, e çlirojnë Kudsin dhe aty çdo gjë merret në administrim nga Omer ibn Khattabi. Madje ka edhe një ngjarje kështu interesante, ku shkojnë për herë të parë, nuk pranojnë mbikëqyrësit e tempullit që t'ia dorëzojnë çelësat, le të themi, komandantit të ushtrive. Dhe duam halifin ose duam atë të parin tuaj. Dhe ato i thonë me drejt, i pari është komandanti i ushtrisë. Jo, duam dikë që e gjejmë në librin ton. Pra cilësitë Omer ibn Khattabit ishin edhe në librin e tyre të shkruar se kush do të marrë në dorëzim çelësat e tempullit. Dhe
i çën fjalë Omer ibn Khattabit dhe niset Omer ibn Khattabi dhe ka historinë e bukur që Omeri nuk është se kishte le të themi një eskort që kujdesej për të, e ruante Omeri me djaloshin e tij, domethënë që i shërbente, derisa kanë arritur atje, madje nga që u lodhshin rrugës, një herë hipte Omeri mbi kal, një herë hipte ai mbi kal, derisa në një moment kur do të shkoshin që do afroheshin afër Jeruzalemit, Kudsit, i thot ai, o prisi besimtarëve, edhe pse është rradha ime tani rriti, sepse është momenti tani që ato të shohin halifin, të parin e muslimanëve. Dhe Omeri që i thot, ne jemi një popull që Zoti na ka lartësuar me Islam. Pra në çdo lloj shkasi tjetër, çdo lloj arsye tjetër që ne kërkojmë të ngrejmë veten tonë është e kot përveç se me Islam, kështu që qëndro aty ku je. Dhe ka vazhduar Omeri, domethënë bashkë me të, derisa kur e kanë parë Omer ibn Khattabin, ja kanë dorëzuar çelësat. Për gjërave interesante është se i ofruan Omerit tempullin që të krynte faljen të. Dhe Omeri nuk pranoi. Dhe u fal jashtë tempullit. Dhe më vonë e pyetën, po pse o prisi besimtarëve nuk pranove? Tha që mos ta marrin muslimanët si traditë që domethënë ti përjashtojmë njerëzit nga faltoret e tyre, pse jemi ne. Ne kemi faltorën tonë, ndërtojmë një faltore tjetër e kështu me radhë. Për këtë dhe aty momentalisht është dhe ajo që quhet xhamia e Omerit aty afër. Po, vendi ku është falur. Tani El Aqsa faktikisht në gjuhën fetare përdoret Kudsi Sherif. Kudsi Sherif, vendi i shenjtë i bekuar ose El Aqsaja faktikisht nuk është diçka fiks. Është komplet, le të themi, komplet ajo plaja. Pra është një territori caktuar. Komplet territori, pra nuk është vetëm një xhami. Aty është komplet territori, është le të themi xhamia e verdh, Kubatu Sakhr quhet, është xhamia e Omerit dhe një xhami tjetër, po faktikisht komplet territori, katrorja e madhe si pllaj komplet, gjithë ajo konsiderohet xhami Aqsa. Gjithë ajo konsiderohet si xhami Aqsa dhe pastaj është administruar nga muslimanët deri në kohën e kryqëzatave. E kanë marrë kryqëzatat, pastaj në kohën e Salahaddin Eyyubit i kthehet prap muslimanëve dhe kjo ka vazhduar pastaj deri në rendin e Hilafetit Osman. Dhe pastaj ka qenë okupimi, pastaj shpallja e shtetit për herë të parë Izraelit në vitin 1947-48, edhe pastaj ka vazhduar pastaj okupimi i këtij vendi kohë mas kohë, domethënë derisa po ta shohësh për shembull hartën, si ka qenë harta, po të shohësh për shembull pasaportat si kanë qenë, po të shohësh paraja që ka qenë, po të shohësh aeroportet, po të shohësh makinat, targat, flitet në vitin 1930 e sa, 1900. Ka qenë një vend i civilizuar, një vend i qetë, një vend i zhvilluar shumë normalisht. Domethënë ai si vend, domethënë në momentin që menaxhohet nga njerëz dashamirë, nga njerëz cilët nuk e përdorin fen, ai në çdo gjë shkon mirë dhe kjo ndodh kudo. Dhe në momentin që feja përdoret për qëllime të tjera, apo njeriu do të justifikojë diçka tjetër në emër të fesë apo të besimit, atëherë pastaj lindin probleme dhe ka shqetësime. Dhe shqetësimi në Kuds aty nuk është thjesht shqetësimi i muslimanëve, edhe komunitetet e krishterë, qofshin katolik apo komunitetet ortodokse, janë të shqetësuar dhe her mas here ka le të themi dalje publike, për këtë arsye po të shohësh për shembull patriarkët, po të shohësh prifërit, gjithë janë të solidarizuar. Pra dënojnë dhunën sa herë që ajo shfaqet, sepse është një vend i cili nuk pranon dhunë, ndoshta do të ishte kryeqyteti i paqes, duke qenë se aty janë tempujt e tre feve. Ndërkohë, hoç besimtarët janë të lidhur me atë objekt, pavarësisht ku ndodhen dhe pavarësisht nëse kanë shkuar apo jo. Çfarë vlere ka për çdo besimtar musliman ajo xhami? Është thjesht kjo çështja e sevapit që kur shkon atje shumëfishohet namazi, apo ka dhe një vlerë shpirtërore, sepse për shembull raporti i çdo besimtari me Qabe nuk është thjesht sevapi sasior, po ka dhe një lidhje shpirtërore. Po me Aksan, çfarë lidhje shpirtërore ka? Është vërtet që edhe me Aksan ka lidhje shpirtërore, sepse është përmendur në Kur'an. E para, e dyta, aty ka ndodhur siç e thash edhe më herët mrekullia, vetë profeti i Zotit ka ardhur nga Meka në atë vend aty dhe nga aty ka shkuar dhe ka takuar Zotin e gjithësisë. Aty është takuar me të gjithë profetët e Zotit, aty ka falur 2 rekat namaz. Nga aty pastaj aty ka lidhur, le të themi, burakun, atë le të themi mjetin me cilin ai udhtonte dhe nga aty pastaj është ngjitur në qiellin e 7 dhe ka takuar Zotin e gjithësisë. Kështu që përveç sevapit të shpërblimit, pra mirësisë faljes në atë vend
në krahasim me vendet e tjera, pra Meka shpërblimin e ka sa 100.000 namaze, Medina sa 1.000 namaze, Aksaja sa 500 apo 250 varet nga transmetimi se si është. Pra ka vlerë, po jo vetëm kaq, domethënë aty është vendi ku ka shkel profeti i Zotit, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Megjithatë, muslimanët nuk është se e kërkuan Aksan thjesht pse në të ka shkelur profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Jo, erdhi momenti, si çdo ndryshim, si çdo lëvizje, si çdo erdhi momenti dhe kaloi në administrimin e muslimanëve. Dhe të tjerët kanë mbetur me besimet e tyre, me kishat e tyre, me sinagogat e tyre. Domethënë muslimanët dinë të menaxhojnë mirë situatën, nuk janë të dhunshëm, sepse feja jonë thotë nuk imponohet besimi, pra nuk mund ta imponosh besimin. Pastaj ne kemi në Kur'an që nuk mund ta detyrosh tjetrin të lërë besimin e tij për të bërë musliman. Çdo gjë është me bindje, ne japim alternativën. Themi kjo është e vetmi alternativë, me arsyetimin e duhur, me mrekullitë, me çfarë duhet pajiset, domethënë një njoftues në Islam, dhe pastaj i mbetet personi zgjedh. Pastaj Zoti do të gjykojë ditën e Kiametit çdo njeri. Kështu që nuk është thjesht pse aty bëri Isran dhe Miraxhin pejgamberi alayhis salam, por ajo është, si më thën, diçka që i lidh besimtarët me të gjithë profetët e Zotit. Pasi pejgamberi alayhis salam aty është bërë imam për të gjithë profetët. Pra i ka udhëhequr në namaz të gjithë profetët dhe pejgamberët e Zotit. Pra është çështje doktrinore, është çështje besimi. Do të thënë prezenca e këtij vendi në qetësi është le të themi është simbol i paqes për gjithë botën, dhe okupimi, trazirat, poshtimi është një shenjë jo e mirë për gjithë botën. Pra cënon sigurinë dhe qetësinë vetëm të atyre njerëzve, po edhe të paqes në mbar botën. Ndërkohë ju thatë se në Islam nuk ka dhunë, nuk ka imponim. Pra kur besimtarët, kur muslimanët e kanë patur në administrim atë zonë, nuk kanë imponuar askënd që ndryshoj fenë. Po ndërkohë nuk ka dhunë, po ndërkohë a ka bashkëjetesë? Okej, nuk ka dhunë, është diçka e mirë. Po a ka bashkëjetesë, a ka, po themi, mbarvajtje pozitive mes besimtarëve të feve të ndryshme? Pra a zhvillohet jeta natyrshme? Vetëm dua të argumentoj këtë që atje ka, përveç se ka paqe dhe qetësi mes muslimanëve dhe të tjerë, po atje ka edhe bashkëjetesë dhe harmoni, sepse ne në shumë raste kemi parë në intifada dhe të tjera që edhe priftërit domethënë prezantojnë dhe janë pjesë e protestave, domethënë e kundërshtimit të dhunës edhe të keqes. Domethënë kjo tregon se ajo mirësi vazhdon, domethënë. Madje atje ka dhe çuditëra, për shembull, është një kishë atje për shembull që është prej kishave më të rëndësishme, Chelsea e ka një musliman. Chelsea asaj kishe e ruan një musliman, edhe trashëgon brez mbas brezi. Domethënë diçka që nuk është se ka alergji nga të jetuarit bashkë, sepse ata kanë krushqite, kanë marrëdhënie, domethënë ndërshekullore. Gjithë problemi është në momentin që kjo mirësi dhe kjo begati vjen edhe uzurpohet, apo një forcë e huaj, një forcë pushtuese dëshiron të çrrënjos dhe të spastroj popullsinë në emër të kujt, në emër të asaj se para mira vitesh këtu kemi qenë ne apo ka qenë profeti ynë. Po të ishte ashtu, domethënë kjo nuk funksionon në këtë formë, sepse askush nuk e mohon, por çfarë ka ndodhur më pas? Nëse unë ka 100 vjet që jetoj në një shtëpi, nuk mund të më vish ti mua sot, mas 100 vitesh, që të më thuash gjithë dilte për shtëpie, se para 100 vitesh, para 1000 vitesh e kam pasun këtë truall. Unë përderisa ta vërtetoj që për 100 vjet, ata nuk ta vërtetojnë për 100 vjet, ata ta vërtetojnë për 500 vjet, që janë me dokumenta dhe me gjithë shka. Ti nuk mund të thuash jo se para 3000 vjetësh kemi qenë ne këtu, edhe duhet dilni edhe konflikt. Pavarësisht kësaj, vrasja nuk mund të justifikohet. Absolutisht. Pavarësisht nëse biem dakord apo jo se sa të vjetër janë, vrasja e fëmijëve të papajshme. Kemi të bëjmë me spastrim të pastër. Kemi të bëjmë me një spastrim etnik të pastër, domethënë në emër të para mira viteve se këto kanë qenë tonët. Pastaj siç e thatë edhe ju, domethënë
le të shkoj çështja në gjyq, le të shkoj çështja në Hag, në gjykatat ndërkombëtare, të zgjidhet problemi, po jo të vrasësh civilët, jo të shembësh pallatet të tëra, në të shponashojnë sy, domethënë godinat të tëra, lagje të tëra, pastrim etnik, domethënë nuk bëhet fjalë për të mbjellat, nuk bëhet fjalë për ullinjt, nuk bëhet fjalë për jetë njerëzish, domethënë jetët e njerëzve janë konsideruar gjëra si më e pavlerë. Pastaj është problem, pastaj reagimi, sepse këta edhe të marrin shtëpinë, edhe të vrasin, edhe të dhunojnë, edhe të bëjnë gjithçka, thonë pse ti ankohesh, pse ti reagon. Kjo është botë e çuditshme, e standardeve të çuditshme. Kështu që çështja atje nuk është çështje thjesht arabe, as çështje palestineze, është që ka të bëjë me besimin e 1,5 miliard njerëzve apo më shumë. Pra, në momentin që preket El Aksaja, siç ndodhi për shembull këtë vit, që besimtarët u dhunuan në namaz, dhe kur në Ramazan, dhe kur në natën e Kadrit, pra sulmohen njerëzit namaz në natën e Kadrit. Domethënë, kjo nuk justifikon, nuk jep asnjë lloj justifikimi. Kjo pastaj shkakton reagimin e muslimanëve të gjithë botës, e njerëzve, domethënë, dhe thjesht domethënë njerëzit zbehen nga fakti i asaj që ka ndodhur mbi këta njerëz dikur. Pra, sepse njeriu kur dëgjon për çfarë u është bërë atyre, domethënë. Pra ata kanë shkuar si njerëz të pastre, në një farë mënyrë të dëbuar nga Europa. Po lexoja atë parullën që hebrejt kur kanë zbarkuar në Palestinë, Gjermania i vrau shpresat, mos na i vrisni edhe ju shpresat. Pra kanë vajt se e kanë parë atë vend si shpresë dhe si dritë, dhe janë pritur dhe janë orientuar dhe domethënë u krijuar një vend, pasaportat palestineze që lëshoheshin për hebrejt që shkonin në Palestinë. Po lexoja diku, domethënë aty ishte betohem në Zot se nuk do t'i bëj keq Palestinës dhe popullit palestinez. Dhe pastaj kishte pasaporta e Shimon Perezit, domethënë e pash se si aty. Ndërkohë që ky është ai i cili ka ndërmarrë le të themi 2 nga masakrat më të mëdha, domethënë e Shibilës dhe një tjetër, s'm kujtohet emrin. Ndërkohë që e ka marrë vizën e tim, që nuk do t'i bëj keq Palestinës dhe popullit palestinez. Pra jemi përballë një fakti të tillë, kështu që prekja e El Aksas, prekja e besimtarëve ndikoi tek gjithë njerëzit dhe thjesht njerëzit, domethënë psuan një lloj, le të themi, një lloj zbehje të asaj që deri dje njerëzit shihnin se si u është bërë padrejtësi apo se si çfarë ka ndodhur me këta njerëz. Në momentin që këta janë ata që bëjnë të njëjtën gjë që u është bërë atyre, atëherë edhe mëshira dhe dëmshuria dhe solidariteti bie. Prandaj dhe po ti shohësh për shembull ka, le të themi, pjesa tjetër e të njëjtit komb që është kundër kësaj gjëje. Po të shohësh për shembull në Amerikë apo pra ka hebrej pafund që e kundërshtojnë një gjë të tillë, sepse ata e dinë shumë mirë dhuna nuk sjell gjë. Dhe ngritja e një shteti mbi këto parime është e dëmshme për vetë fenë dhe besimin që ata përfaqësojnë, sepse urrejtja mbar popullore, pra nuk është e thënë që ti je musliman që të reagosh pozitivisht ndaj popullit palestinez, mjafton që ti je njeri, dhe të shohësh se çfarë bëhet aty, automatikisht do të reagosh. Dhe reagime dhe protestat nuk janë kundër hebraizmit, as kundër hebrejve. Jo, absolutisht. Janë kundër asaj që po ndodh, asaj politike që po ndodh aty. Për këtë arsye po të shohësh për shembull, un kam vënë re në të gjitha protestat, kudo që kanë ndodhur, ka pas dhe njerëz që nuk kanë lidhje fare me Islamin, madje njerëz shoqërisë civile apo të shoqatave nga më të ndryshme. Pra kanë marrë pjesë jo se po dhunohen muslimanët, po thjesht po dhunohen të drejtat më minimale të jetesës, të njerëz cilët ju rrezikohet jeta çdo mëngjes, çdo drekë dhe çdo darkë, pas një lloj paralajmërimi të mëhershëm. Ose vetëm një shkutje të shkurtër dhe rikthehemi sërish kësaj teme, ndërmjet shihemi pas pak në pjesën e dytë.
Ndërkohë miq, rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit sotëm ku po flasim për Xhamin Al-Aqsa, për Kudsin e shenjtë. Ndërkohë Hoxh ju thatë që besimtarët ndjejnë dhimbje kudo që janë, madje edhe njerëzit e tjerë. Dhe ndjejnë ndoshta edhe të pafuqishëm veten dhe për të ndryshuar diçka nga ky realitet. Po çfarë mund të bëjnë dhe si mund të kontribuojnë për paqen në atë vend dhe në gjithë botën? Një nga emrat e Zotit është El-Quddus. El-Quddus do të thotë i shenjti. Dhe kjo xhami ka emrin Quds. Kështu që rregullimi i raporteve tona me El-Quddusin do ta rikthej edhe çdo gjë në pozitivitet në raport me Qudsin. Pra unë mendoj që ne nuk jemi aty ku duhet me Zotin e gjithësisë. Ne nuk jemi aty ku duhet me fenë dhe me besimin ton. Sepse neve si mund ta ndihmojmë ne Qudsin, çfarë mund të bëjmë ne për Qudsin? Lutjet, korrektësinë në adhurime, largimin nga harami, jetën familjare ta bëjmë sa më të mirë, respektin ndaj prindërve, në shkollë, në studime të jemi më të mirët, në punë të jemi tek halali, sa më korrekt. Pra, një rikthim i ynë i duhur në fe dhe në besim do të rikthejë dhe do të normalizojë çdo gjë. Largimi jon nga feja dhe nga besimi është një nga arsyet që sot Kudsi është në këtë lloj situate, sepse nga një çështje islame ka kaluar në çështje arabe, nga çështja arabe ka kaluar në çështje palestineze, nga çështja palestineze ka kaluar në çështje lagje aty, lagja për cilën bëhet fjalë të cilën është bërë problemi apo mes Gazës edhe Kudsit. Pra, domethënë një kuptim i mirë dhe jetësim i mirë dhe një edukim i mirë, besoj se gjërat do të çojnë ujërat aty ku duhet. Pra, unë habitem se si, domethënë njëri i cili domethënë ka probleme me faljen dhe me lutjen e tij, ka probleme me Ramazanin e tij, ka probleme me halal dhe haramin, nuk do t'ja di se si ushqehet, ka probleme me prindrit, ka probleme me bashkëshortën, ka probleme me punën, nuk është korrekt në jetë, dhe pastaj, domethënë, thotë çfarë do të bëjmë ne për Kudsin. Rregullon një herë veten tënde. E kemi problemin tek vetja jonë. Tha Zoti, kul huwa min indi anfusikum. E keni për vetes tuaj. Kjo nuk do të thotë që s'duhet të ketë reagime, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jemi pjesë e çdo lloj, le të themi, organizimi ligjor, të ligjshëm që nënkupton sensibilizim se ne çfarë do të bëjmë. Ne jemi shumë larg për të bërë diçka. Mirë, po mund të sensibilizohemi, mund të jemi pjesë e çdo lloj, le të themi, aktiviteti të ligjshëm që tregon se me të vërtetë Aksaja, Kudsi nuk është çështje arabësh, as nuk është çështje palestineze. Unë e di që ka disa zëra që thonë po Palestina, çështja e Kosovës për shembull. Kjo është çështje politike, çështje shtetërore, nuk është çështje popullore. Pra, populli palestinez e ka treguar veten, ka dalë në protesta atëherë. Protesta të regjistruara, të filmuara se si kanë mbështetur Kosovën dhe kanë qenë kundër asaj që po ndodh në Kosovë. Populli këtë ka në dorë të bëjë. Ne nuk po themi të ndryshojmë politika shtetërore, ne po themi, do të thonë, reagimet popullore, reagimet e natyrshme, pra reagimet njerëzore, nuk duam reagime, asnjë lloj reagim njerëzor. Reagimi njerëzor çon që të reagosh dhe asgjë tjetër. Kështu që duhet të rregullohemi ne, të rregullojmë raportet me Zotin, të rregullojmë raportet me besimin ton, me edukatën ton, të bëjmë dua sa më shumë, solidarizohemi, sensibilizohemi kur ka, le të themi, momente që mund jemi pjesë e organizimeve ligjore dhe pastaj çdo gjë është në dorë të Zotit, absolutisht, dhe përderisa është në dorë të Zotit, gjërat kanë shkuar mirë. Ai është një terren ku feja dhe besimi ka qenë prezent për mijëra vjet dhe ky konflikt, sidomos ky konflikt i fundit, fillon jo më larg se viti 1948, atëherë kur u themelua dhe shteti i parë izraelit. Po ndërkohë, cilat mund të jetë ardhmja, pra a parashikojnë tekstet fetare qetësi për atë zonë, apo është i destinuar ai vend që vazhdimisht të ketë konflikt dhe përplasje? Absolutisht, domethënë gjithmonë e ardhmja është pozitive, gjithmonë e ardhmja është me shpresë të madhe. Normalisht do të ketë një moment që do të duket sikur situata do të lulëzojë, por faktikisht interesi dhe shpresa do të jetë për besimtarët dhe për besimdrejtët. Domethënë do të vijë një moment që atë do të ketë qetësi absolute dhe do të vijë një moment që atë do të mbizotrohej e mira dhe do të mbizotrohej e vërteta. Për këtë arsye dhe ne nuk duhet të para prim gjërave, po të lejmë gjërat të ecin në qetësinë e duhur,
Ne në raportet tona me Zotin duhet bëjmë detyrën tonë, në raportet tona me njëri tjetrin duhet bëjmë detyrën tonë, pastaj gjërat i madhi Zoti ka parashikuar vetë dhe nuk ka dyshim që ajo do të jetë në të mirë dhe pa dyshim që aty do të mbizotërohej mirësia dhe begatia, absolutisht, sepse nuk do të bëhet kiameti pa u kthyer qetësia dhe lumturia në atë vend, në atë zonë. Do të ketë një moment imazh negativ sikur po humbet gjithçka, ose po rrëshqet nga duart, po fundi pastaj me zbritjen e Isait alayhisalatu selam dhe historia që dihet se si do të ndodhi, siç e ka parashikuar profeti, bekimet e Zotit qofshin për të, pastaj çdo gjë do të jetë tek e mira, tek pozitivet dhe tek shpresa, padyshim. Pra ajo që na ngelet ne është lutja e sinqertë, rregullimi i vetvetes dhe shpresa e mirë ose më saktë bindja se në atë vend një ditë do të mbizotërojë paqja dhe lumturia. Absolutisht, po kjo është. Zoti shpëlbef për gjithë atë siç kanë treguar mbi Xhamin Al-Aqsa dhe atë që na orientuat për të lutur për ta njerëzve, për të sensibilizuar. Zoti shpëlbef. Amin edhe ju. Ndërsa miq, këto ishin minutat dedikuar Xhamis Al-Aqsa, historisë së saj, vlerës së saj dhe të ardhmes së saj. Zoti shpëlbef që na ndoj që të mirë takofshim sa mirë.